Zgjedhjet u kryn, apo shkojmë tash në zgjedhja, çfarë po bëjmë? Duhet me thonë, shpresoj që jo. Edhe pse në Kosovë kur nuk I dihet, kemi një situatë politike të komplikume pa nevojë. Mirë po shpresoj që jo, shpresoj që ka mu gjetë një zgjidhje, për mos me që vendin edhe një herë zgjedhje. Që kjo është prej aty në situatave kur po thunin në Kosovë ndodh shumë çka, është prej aty në situatave që të mësojnë në libra qysh mos me bojë intervistën. Me thirr kryetarin e një partije edhe me fol për një veprim që u kushtzu pe ndodhive në partinë tjetër. Po jo ka flas kuptot për ato që ndodhin në LDK. Po AK-ja qëndrimin e ka pas shumë qartë, ka dole para, e ka kallzu cilat janë kushtet edhe çka është ka kushtimisht me thonë kërkon. Kur po them kërkon për mi zbatu kushtet, jo për hise në pushtet. Nëse kemi zgjedhje, ç'kjo taktikë zot regjini, a ju handicapon, a ju përjashton, a ka qenë ma mirë nashta me rimendu, me shku në naj takim, me tentu me shty agjend, me tentu me qenë ma konstruktiv? Dy çështje po I shohun këtu. E para, 6 pika tona nuk janë kusht, janë ofertë. Për shkak se ne nuk e kemi vu as I kusht vetjak, nuk kemi kërku as një gjo. Është ofertë e cila nuk ka të bëj esencialisht me diçka subjektive ose vetjake për aleancën. Ne mendojmë që 6 pika cilat I kemi radhit, janë pika cilat janë jashtë zakonisht nevojshme për Kosovën. Tepër të mira për Kosovën, edhe cila do qeveri që kish me I marë përsi për me I kry, me I marë ato vendim ose me I kry ato punë, kish me I bo në ertë madhe Kosovës, vendit tonë, edhe popullit Kosovës, qytetarëve. Që do thotë, para është ofertë. E dyta, e nise gogjan mirë korekte, do thotë, çka është problemi, edhe normalisht që dikush si unë ka qef me provu me gjetë të paktën atë aspektin kryesor të një problemi. Edhe unë besoj që e di, besoj. Kosova sot ka mbet pa cak. Do thotë, partia që I ka fitu zgjedhjet nuk e ka një cak përmbi vetveten, I cili kish me shty me gjetë rrugë për me realizu për pos mbetjes në pushtet. Për mi spjegu ma mirë për shikusit tuj, shikusit e ATV-s, e të kontekstit, po them kështu. Ka pas periuda kohore, kur ka qenë ma let me mri kompromise politike, për shkak se Kosova I ka pas të saqet e veta, tepër të rëndësishme, që kanë qenë për tej, kanë qenë shumë ma të rëndësishme se me mbet në pushtet. Ka qenë koha e para luftës, edhe pse një parti ka qenë shumë e madhe në atë kohë, prap se prap kanë egzistu kompromise se ku ka qenë liria. Ka qenë me njëherë pas luftës konsolidimi I shtetit, rindërtimi, janë bo kompromise. Ka qenë motivi për me shpall pavarësin, me mri pavarësin e Kosovës, edhe prap janë bo kompromise. Unë mendoj që vendet nuk guxojnë me mbet pa një ide e cila I shtynë për para. Fatkeqësisht, partia që I ka fitu zgjedhjet sot, nuk e ka një ide të madhe e cila është përtej partis ose liderit, ide qa që rëndësishme, sa kish me I bo ata njerëz me thonë, ma me rëndësi është ideja se sa ministri I kemi, ose cili është emri I presidentit.